Në këtë ditë të gëzuar të Kurban Bayramit, uroj të gjithë besimtarët muslimanë edhe njëherë, gëzuar për shumë vjet Kurban Bayramin. Zoti i gjithësisë ju begatoft juve dhe familjet tuaja. Kjo është një ditë e shënuar për gjithë besimtarët muslimanë anë kënd botës, ditë e cila simbolizon sakrificën, përkushtimin, sinqeritetin ndaj Zotit madhëruar, por gjithashtu është dhe një ditë solidariteti për kujdesje për njerëzit në nevojë, për shtresat në nevojë. Kjo ditë Bayrami i bashkon besimtarët musliman me njëri tjetrin, duke futur gëzim në familjet e tyre, por gjithashtu duke i rikujtuar ata që të përhapin sa më shumë paqe, të përhapin sa më shumë mirësi dhe dashuri me njëri tjetrin, sepse dita e Bayramit nuk ka kuptim nëse kemi zënka, kemi hatërmbetje, nuk i lëm këto pas, nuk e falim njëri tjetrin dhe nuk e duam njëri tjetrin për hir të Zotit. Lutim Zotin që të na bëj sa më të dobishëm në shoqërinë ku ne jetojmë, na bëj për atyre që kujdesen për njerëzit në nevojë, dhe na bëj për atyre që janë sinqert dhe të përkushtuar përballë tij, gëzuar edhe një herë për shumë vjet Kurban Bayrami. Allah e funksion atë si njëri nga Ibrahim. Ora që viu më i mirë në sipërfaqen e tokës. Ai dhe tua dhe kushtojë profetit e për ne i madhërojnë simbolet e Allahut, si të Zotit në Kur'an, dhalike, u me ju abrim, që që nga të vende. Sot qendemi këtu në të vend ku me falem namazet e Arafat, bashkë me lutjet e Arafat, kur mesin e tyre lutjeve nuk e funduonin Palestinë, lutjet për besimtarët, për vëllezërit tanë Palestinë në Gaza. وجعلناكم شعوبا وقبائل لنجعلوا الفيسة në popët e Zotit. O njerëz, që kemi që jeni barabartë përpara krijuesit tuaj, dhe me zemra tona, na i gëzoj familjet tona, na i pastroj zemrat tona, dhe na ditë duke nisur me hedhjen e gurve, me prerjen e kurbanit, me qetjen e flokëve apo ruajtjen e kokës.
tona të sensitë të jenë sa plotësuara dhe të fitojnë me shpresë se Zoti i ka pranuar adhurimin tonë të gjithë dhe e sërish. Tani në qënë dhe të përgjëzuar frutet i gjëratës pas pagës dhe Bajramit, sepse përveç se të vindjanë shumë dhe çdo sakrificë që ne bëjmë për Zotin e gjithësisë. Pa humbur